Qa është maska tamam? Është një gjë kështu fizike? Me shumë mundësi, nuk jem të thonë në gjë të re, prezat e prindve ton janë na kanë rrit me atë idenë që kapitalizmi është i vështirë, e me kanë biznesmen njëri keq. Na jena rrit me ata konceptet, njerëz me dy fytyra, njerëz me maska, shesës janë tonë shtirën e tjerë. Edhe ti kur vjen nga kjo lloj edukate, ti fillon e pson ata ti intimidish, domethënë ti nuk je më i lirë. Dhe për me e thykte, unë kam njëkat e sistemin tem që kam thonë okay, atëherë priti se kanë të hekum këta maska. Dhe kur fillova me kërku si tem, fillova me kuptu që na kishim tonë maska. 8 në 10 na kishim maska. Në maskat në vetvete janë trauma. Dhe janë trauma që na lindim me ta. Pra na nuk i bartim në këtë jetë. Na nuk i krijojmë vetëm në këtë jetë. Na i marrim me veti edhe vazhdojmë me ta. Dhe këto trauma na bajnë, po themi trauma e të refuzimit, friga që tjetri ka me të shty, nuk den me menaj me ty, ti e vashte pa vetëdijshme për ty se të krijohet që fëmijë, ti fillon e krijon maska, vesh maskën e atij që ashtë tankohen të kujdes për tjerë, maskën e atij që lën tana punë të veta për m'ia plotësu tjetrit, maskën e atij që ashtë tankohen të dasht, të tregu që është sa i mirë ashtë, se tana këta gjithmonë duke xerr veten nga komforti, jo kur i ban sepse ti je komfort edhe den me bë. Tana këta që janë sforcim për ty,